familja Liçaj në fshatin Kremenar të bashkisë Malakastër jeton prej 3 vitesh në një çadër në oborrin e banesës në kushte ekstrem të vështira. 44 vjeçari Ermal Liçaj, për shkak të një dëmtimi në shtyllën kurrizore në kohën kur ishte ushtar, nuk mund të punojë duke mos mundur t'i sigurojë familjes të ardhura. Unë kam qenë ushtarak, jam vrarë ushtar, kanë zënë arkat e municioneve, e kam kërkojtur, s'ma kanë dhenë, i kërkojtë ndihmë bashkisë Ballshit Qerimi Ismailajt, ai nuk na tha do të ndihmoj, ka ardhur këtu e ka parë gjendjen e di si jesh, shtëpia është e banueshme, erdhën në Tirana e verifikuan inxhinierët, thanë mos banoni këtu, na i mbyllën dyert, tani jemi këtu po bëjmë 2 vjet e gjysmë, e na ka thënë do ndihmoj, ne s'duam asnjë gjë, vetëm na bëj shtëpinë. Babain e kam të smur, e kemi të çuar brem sot mëngjes në orën 5 spital në Fier, ka ikur urgjencë, ne këtë kërkojmë, s'duam gjë tjetër, vetëm shtëpinë, na bëj shtëpinë. Çadër jo ka ofruar bashkia? E ka sjell bashkia, kjo është çadër e dytë që kanë sjell, se e para na i mori stuhia, e shqeu, kjo është e dyta që na i kanë ashtur, edhe kjo është e pabanueshme, shiko si është atje brenda. Pra ju jetoni këtu 5? Po, 5 veta, 5 persona. Por që babai juaj është edhe në gjendje të rënduar. Po, babai është me pikse gjakun trut kokës, është edhe me paralizë kronike. Si jetoni ju, me se jetoni? Po, me të keq, me vojtje. Cilat janë të ardhurat? Po s'kemi, kemi 5 kokë dele, kemi 5 pula dedi, asnjë gjë tjetër. Ti punon? Po ç'a punë unë vojna shtylla kurrizore. Jam rrezuar ushtarak, e kam kërkuar, në Tiranë, kam në 7 muaj gjysmë në spital ushtarak. Tiranë, 2 muaj kam gjendje kome, e kërkojtëm, kërkuam kempin tim ose dëm shpërblim ç'a isha ajo, s'na dhanë asnjë gjë. Ka qenë Fatos Nanu ahere kryeministër, bëjmë thirrje kryetarit bashkisë zotit Qerim, vit na rregulloj vetëm shtëpinë, na ribaroj shtëpinë, nuk duam ne në një vil luks apo na ashtu, ne s'po kërkojmë luks, thjesht mona bie soleta brenda na zën fëmin apo ne na një çadi shtëpie. Më e vështirë situata është për bashkëshorten e tij Filen, për të cilën përditshmëria është një makt i vërtet. Se s'do gjë tjetër, burrin e kam të smur, jam asnjë gjë tjetër s'dua. Asnjë gjë s'kërkoj bashkisë, vetëm çatin. Për ju është edhe më e vështirë, apo sepse familjarja burrin e është pjesë ka tepër të vështirë këto kushte apo jo? Po. Që ku pa flen fleçade me djalë me burr, në përdhe flen. S'do gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër bashkim vetëm çatin e shtëpisë dua. Stina e dimrit e bën edhe më të vështirë gjendjen e tyre, teksa për shkak të stuhive jetesa në çadër bëhet e pamundur, duke i detyruar të strehohen në banesën e amortizuar me frikën se mund të shëmbet mbi kokë. Kjo është dhoma tjetër këtu. Vim në njërë kur që stuhi e madhe, erdhëm këtu brenda se së rinim do të atje, të ftohten atë, ja sollën fëmijë këtu brenda, ajo është ka dhe në barke e gjithë, është qarë soleta e gjithë, edhe kjo pikon. E prandaj bëjmë thirrje bashkisë, nuk duam asnjë gjë tjetër zotit Qerim. Vetëm na hedhë një çati shtëpisë, asnjë gjë tjetër, nuk kërkojmë as luks, as gjë, as vetëm thjesht çati shtëpisë na hedhin. Mos jemi në rrezik, edhe i kam shkruar edhe mesazh në telefon, i kam thënë, shiko se po na zuri shtëpia do mbash përgjegjësi, nuk kam punë unë me përgjegjësitë tuaja, po them. Kur bëj thirrje kush mundet në bizneset, më ndihmojnë në këtë gjendje të vështirë, i lutem shumë faleminderit nëse më ndihmojnë. Ju kërkoni vetëm një dhomë? Vetëm çatin e shtëpisë dua, asnjë gjë tjetër, më bëj një dhomë paktën. Asnjë gjë tjetër. Se jemi 5 veta në atë gjendje të vështirë atje. Të ardhurat e vetme të çiftit janë shuma 4.000 lekë. Ndihmë ekonomike për fëmijën 3 vjeçar dhe pensioni minimal i prindërve të moshuar, të cilët përballen me sfida shëndetësore. I kontaktuar për këtë situatë, kryebashkiaku i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, ka pohuar se deri më sot programet e financimit për strehimin kanë munguar.
ndërsa zgjidhjes momentale të pagesës së qeras për një periudhë 1 vjeçare nuk janë përgjigjur pozitivisht, pasi kërkojnë riparimin e banesës.